Gjatë ceremonisë me shoqatën e investitorëve të huaj në Shqipëri, kryeministri Sali Berisha i ka ftuar ata të bashkëpunojnë me të gjitha mënyrat për të forcuar, konsoliduar dhe zhvilluar konkurrueshmërinë e vendit. 2012 do të kthehet nga ne të gjithë si një vit i suksesit, ka thënë kryeministri. My government is ready and is willing to take any step to make your business and the business in this country and the economy of... Qeveria ime është gati të marrë çdo veprim për ta bërë çdo biznes në këtë vend sa më konkurrues. Në këto vite krize është provuar se modeli ynë ekonomik ishte i suksesshëm. Modeli ynë është i bazuar tek liria ekonomike. Ju keni në këtë vend një prej administratave më të vogla të botës. Vendi renditet në grupin e 10 vendeve me administratën më të vogël në botë. Në secilin raport thuhet se Shqipëria po përmirëson lirinë e saj ekonomike. Për këtë arsye, Shqipëria duhet të bëhet si një nga vendet që zhvillohet vazhdimisht. Në lirinë ekonomike ke potencialet e çdo potenciali dhe për këtë arsye qeveria dhe komuniteti i biznesit duhet të bëjnë më të mirën për ta zgjeruar, respektuar si një parakusht për një rritje të vazhdueshme në këtë vend. Mëteja i theksoi se fal lirisë ekonomike Shqipëria ka dyfishuar eksportet dhe prodhimin. Numri i turistëve në periudhën 2004-2011 është rritur nga 3.000 në 4 milion. Kush investon për turizëm në këtë vend, asnjëherë nuk do të dështoj, ka siguruar kreu i qeverisë. Albania is a country with enormous mineral potential. And we are working with the most prestigious institutions to make full transparency. Shqipëria është një vend me fuqi të mëdha minerare dhe ne jemi duke punuar me institucionet më prestigjioze për të bërë transparencën e plotë në eksplorimin e burimeve tona natyrore. Shqipëria ka projekte ambicioze në agrikulturë. Kjo krizë na tregoi se ju asnjëherë nuk do ta injoroni përkrahjen dhe komoditetin. Ne jemi të fokusuar për të bërë më të mirën për të bërë një vend i rëndësishëm i prodhimit të arrorëve dhe një prodhues modest i vajit të ullirit. Ky vit do të jetë mjaft interesant pasi do të privatizojmë 80% të pyjeve tona dhe ne ju ftojmë të merrni pjesë në këtë proces. Ne do të bëjmë më të mirën për të ndërtuar në këtë vend rrugët me strukturën më moderne. Kudo që do të investoni në këtë vend në veri, jug apo lindje, ju do të jeni në gjendje të vini në Tiranë duke kursyer kohën tuaj. Një vend të veçantë për investimet në vend zë edhe infrastruktura, ku kryeministri ftoi investitorët për ndërtimin e rrugëve më moderne, sidomos në kryeqytet. Gjithashtu, Berisha garantoi investitorët e huaj për mbështetjen e qeverisë dhe krijimin e kushteve sa më lehtësuese, duke sjellë Shqipërinë në moshën digjitale.